Në pranverën e vitit 1945, kur lufta e dytë botërore po jepte frymën e fundit, dhe ndërsa popujt e Ballkanit shpresonin se më në fund dhuna do të pushonte. Në një skaj të vogël të Bregdetit Jugosllav, ndodhi një nga tragjeditë më të mëdha të shqiptarëve të Kosovës. Një ngjarje e heshtur për dekada, një masakër që nuk mori kur vëmendje në historisë zyrtare. Ajo njihet sot me një emër të vetëm, masakra e Tivarit. Në mars të vitit 1945, Kosova sapo kishte kaluar vitet më të vështira të historisë së saj moderne. Pushtimet, dhime pushtuesish, grindje politike dhe luftë të përgjakshme ndëretnike. Në këtë kaos, mira shqiptar të Kosovës, djemë të ri, burra të fortë, të punësuar apo të restruktuar me forcë, u thirrën nga autoritetet jugosllave, në pretekstin se do bashkoheshin në Ushtrinë Nacionale Çlirimtare të Jugosllavisë, për të luftuar kundër ushtrive gjermane, që ende rezistonin në Malë të Zi dhe Kroaci. Por kjo thirrje nuk ishte ashtu si u paraqit. Në fakt ishte Grack. Shqiptarët u mblodhen me mira, kolona të tëra njerëzish të paarmatosur, të shoqëruar nga brigadat partizane jugosllave, ecnin drejt veriut, nga Prizreni, Gjakova, Peja, Mitrovica, Prishtina, drejt Plavës, Gucis, dhe mëtej në zonën e Tivarit. Askush nuk e dinte se çfarë i priste. Ishte vetëm rrëfime të mjegullta, zëra të zymta, dhe një frikë që rritej nga dita në ditë. Gjatë rrugës, trajtimi ishte shenjërzor. Burrat shqiptar keq trajtoheshin, rrieshin, poshtëroheshin. Disa u vranë në udhtim, të tjerët u rrëzuan nga lodhja. Rrugët malore të asaj pranvere mbusheshin me njerëz që kërkonin ujë, bukë, ose thjesht një shpresë të vogël. Por në sy të rojeve jugoslave nuk kishte asnjë pikë mëshire. Shumë prej tyre nuk mbritën kurrë në destinacion. Por ata që mbritën, panë ferin. Më 1 prill 1945, kolonat shqiptare u futën në depot e Tivarit. Ndërtesa të mëdha, magazina të braktisura pranë portit, të rrethuara nga rojet armatosur. Askush nuk u dha bukë, askush nuk u dha ujë. Dritaret u mbyllën, portat u mbyllën pas tyre. Brenda u futën qindra, mijëra shqiptarë, të grumbulluar si bakti. Dhe pastaj ndodhi ajo që historia vërtet nuk e përballon dot me fjalë. Rojet jugoslave, të armatosura, hapën zjarr, pa paralajmërim, pa arsye, pa mëshirë. Trumbat shponin trupat, britmat përplaseshin në muret e forta, ndërsa depot mbusheshin me tymë, gjak dhe rëmujë. Disa u vranë në çast, të tjerë u masakruan me bajoneta, shkopi dhe mjete të tjera të rënda. Kush tentonte të dilte jashtë, pritej në prag. Kush binte dhe shtypej në këmbët e të tjerëve që përpiqeshin të shpëtonin. Shifrat e sakta të viktimave nuk u zbuluan kurrë. Jugoslavia komuniste e fsheu këtë masakër për dekada. Por dëshmitarët flasisin për 1500 deri një 3000 shqiptar të vrarë vetëm atë ditë. Të tjerë thonë se numri plot i viktimave mund të ketë kaluar 4.000, përfshirë edhe ata që vdiqën gjatë marshimit të detyruar. Mbijetuarit e masakrës u detyruan të heshtin. Të afërmit e viktimave nuk morën asnjë lajm. Nuk pati varime, nuk pati ceremoni. Shumë prej trupave u hodhën në gropa të përbashkëta, disa pranë bregut, disa në zona të largëta që Zot me zidi. Vetëm pak fjalë të fshehta qarkullonin nëpër Kosovë. Ata nuk u kthyen kurrë nga Tivari, dekada më vonë. Kur regjimi jugosllav filloi të dipsojë, disa pjesë të së vërtetës dolën në dritë. Dokumente të pakta, studimet e historianëve të Ballkanit, dëshmitë të mbijetuarve, disa prej të cilëve i treguan historitë e tyre në moshë të thyer,
mes lotëve, dhe dhimbjes që nuk plakit kur. Njëri prej tyre tregonte: ne menduam se po na çonin në front, por fronti ishte depoja. Aty përfundoi diçka. Një tjetër tha: pas shokët që i kishim rritur bashkë, duke u rrëzuar, duke u shtypur, nuk mund t'i ndihmoja. Në ato momente, jeta nuk vlente as sa një plumb. Masakra e Tivarit nuk ishte thjesht një akt barbarie. Ai ishte një mesazh politik, një përpjekje për të trembur shqiptarët e Kosovës, për t'i kontrolluar, për t'i nënshtruar, për t'i hequr nga historia e Jugosllavisë së pas luftës si faktor i rrezikshëm kombëtar. Por historia nuk mund t'i mbajë sekretet për gjithmonë. Sot më shumë se 80 vite pas ngjarjes, masakra e Tivarit njeh si një nga tragjeditë më të mëdha kundër shqiptarëve të shekullit 20. Një plagë që nuk është mbyllur, një kujtim që nuk shuhet, një dhimbje që ende jeton në çdo familje shqiptare, që humbi një gjysh, një kushëri, një djalë. Masakra e Tivarit, zëri i heshtur atyre që nuk u kthyen. Është thirrja e historisë që na kujton se ka plagë që nuk duhen harruar. Është kujtimi i mirë a burrave shqiptar, që u nisën me premtimet e një të ardhmjeje dhe përfunduan në një depo të errët, viktima të një krimi që Evropa pas luftës nuk e dënoi kurrë. E megjithatë, shumë vite kanë kaluar në Tivar, në Kosovë, në Shqipëri, në çdo zemër shqiptarie. Fjala e tyre tingëllon ende, mos na harroni.